A e dini atë ndjesin? Kur futesh në një dhomë me një mision të qartë dhe papritur, asgjë, boshllëk total. E po, ky moment i vogël harrese është diçka që na ndodh të gjithëve dhe na lidh në një mënyrë apo tjetrën. Po sikur t'ju thoja se çelësi për të pasur më pak momente të tilla dhe për një tru më të shëndetshëm në përgjithësi, nuk fshihet në ndonjë pilulë magjike? Sekreti në fakt mund të jetë pikërisht aty, në kuzhinën tonë. Okej, ja si do ta shtjellojmë këtë temë. Së pari, do të shohim se çfarë fuqie fshihet realisht në pjatën tonë. Më pas, do të zyremi thellë tek yndyrnat e mira për trurin, vitaminat dhe mineralet që janë jetike dhe sigurisht tek fuqia mbrojtëse e antioksidantëve. E në fund, do t'i përmbledhim të gjitha bashk. Gati? Mirë, përpara se të fillojmë të listojmë ushqime specifike, është super e rëndësishme të kuptojmë bazat. Do me thënë, çfarë është saktësisht kujtesa dhe si lidhet ajo me ushqimin që ne ham. Pra, kujtesa nuk është thjesht një kuti ku hedhim informacione. Jo, është një proces aktiv dinamik me 3 hapa. Truri ynë kodon informacionin, e ruan atë diku dhe pastaj e gjen kur na duhet. E besoni apo jo, ushqimi luan një rol absolutisht kyç në secilin prej këtyre hapave. Imagjinoni neurotransmetuesit si postierët e trurit ton. Kur këta postier kanë karburantin e duhur, pra ushqimin e mirë, ata i dërgojnë mesazhe shpejt dhe pa gabime. Por, nëse ushqyerja është e dobët, komunikimi fillon e ngec. Pikërisht këtu nisin ato momentet e famshme, prisja se pse erdha unë këtu. Atëherë, cili është karburanti numër 1? Këtu shumë njerëz habiten. Janë yndyrnat. Po, i dëgjuat mirë. Ne shpesh i mendojmë si armikun, por truri ynë, që është rreth 70% yndyrë, në fakt ka nevojë jetike për yndyrnat e duhura për të funksionuar siç duhet. Le të flasim për omega 3, veçanërisht për DHA-n. Këto nuk janë thjesht yndyrna, janë bloqet themelore të ndërtimit për trurin. Ato sigurojnë që muret e qelizave të trurit të jenë elastike dhe që komunikimi mes tyre të jetë i rrjedhshëm, si një autostradë pa trafik. Dhe ku i gjejmë këto? Salmoni dhe sardelet janë si ari i pastër, sepse i japin trurit DHA-n drejt për drejt. Edhe burimet bimore si farat e linit apo arrat janë fantastike, por trupi ynë duhet të punojë pak më shumë për t'i shndruar ato në formën që i duhet trurit. Prandaj peshku është kaq efikas. Dhe kjo thënia nga ekspertja Cassandra Barnes e thot më së miri. Salmoni nuk është thjesht për omega 3, është një paketë e plot për shëndetin e trurit, një super ushqim i vërtet. Dhe shikoni këtë, efekti nuk është vetëm sot apo nesër. Një studim i vitit 2023 zbuloi diçka të mahnitshme. Nivelet më të larta të omega 3 lidhen me një ulje prej 20% të rrezikut për demencë. Kjo do të thotë që zgjedhjet që bëjmë sot në pjatë po ndërtojnë shëndetin e trurit ton për dekadat që do të vinë. E jashtëzakonshme. Mirë, tani le të kalojmë tek heronjtë e heshtur të ushqimit, mikronutrientët. Ata janë thelbësor për gjithçka, që nga mbrojtja e nervave e deri te qartësia mendore. Këtu kemi një dyshe fantastike. Imagjinoni vitaminën B12 si izolantin për telat elektrike të trurit, që siguron që sinjalet të udhtojnë me shpejtësinë e dritës. Ndërkohë, zinku është si ekip i mirëmbajtjes, që ndihmon me të menduarit dhe pastron çdo mbeturinë që mund të ngadalsojë sistemin. Dhe ja ku i kemi prap, salmoni dhe sardelet. Kjo na tregon diçka shumë të rëndësishme. Disa ushqime janë si një paketë komplete që ofrojnë përfitime të shumëfishta. Kjo e bën më të lehtë ndërtimin e një diete të fuqishme për trurin. Dhe ja ku shfaqen sërish disa të preferuar. Farat e kungullit dhe, çokollata e zezë. Kjo është dëshmia më e mirë se si ushqimet e shijshme mund të jenë edhe jashtëzakonisht të mira për trurin ton. Dhe nuk baron me kaq, kemi edhe magnezin dhe hekurin. Çështja është se këto lëndë ushqyese funksionojnë si një ekip. Një dietë e larmishme i jep trurit të gjithë kutinë e veglave që i nevojitet për të punuar në nivelin më të lartë. Pra, e kemi ndërtuar trurin, i kemi dhënë karburant, tani duhet ta mbrojmë. Këtu hyn në lojë sistemi i sigurisë, antioksidantët. Ata janë mbrojtësit e trurit ton. Mendojini si truprojat personale të çdo qelize të trurit. Çdo ditë, truri përballet me stres dhe dëmtime të vogla. Antioksidantët janë ata që dalin përpara dhe neutralizojnë këtë dëm, duke i mbajtur qelizat tona të shëndetshme dhe të sigurta. Dhe kjo listë këtu është si një skuadër yjesh e mbrojtjes.
Boronicat, çokolata e zezë, domatet me likopenin e tyre të fuqishëm, secila prej tyre ofron një mburojtje të veçantë mbrojtëse për trurin. Po a funksionon vërtet kjo? Absolutisht. Ja një shembull konkret. Një studim nga Universiteti i Exeter zbuloi se të moshuarit që pinin lëng boronice çdo ditë patën përmirësim të rrjedhjes së gjakut në tru, dhe rezultati, përmirësime reale, të matshme në funksionin e trurit. Kjo është fuqia e antioksidantëve në veprim. Okej, tani, le t'i bashkojmë të gjitha këto pjesë të puzzle-it. Si duket në fund të ditës ky plan ushqimor për një tru të shëndetshëm? Kjo tabel këtu është thelbi i gjithçkaje. Është si një hartë e thjeshtë që lidh çdo lëndë ushqyese me rolin e saj specifik dhe me ushqimet ku mund ta gjejmë. Një udhëzues i shpejtë dhe super praktik për të ushqyer trurin ton. Dhe këtu është mesazhi kryesor. Chelsea nuk është të ham vetëm një super ushqim, jo. Fuqia e vërtet vjen nga kombinimi. Çdo nutrient luan rolin e vet, por kur janë të gjithë bashk, ata krijojnë një simfoni të vërtet për shëndetin e trurit. Dhe kështu, pyetja me të cilën mbyllet gjithçka është, cili është hapi i parë i vogël që mund të bëhet? Ndoshta disa arra më vonë, pak spinaq në sallat, apo një copëz e vogël çokoladë zezë pas darkës? Çdo zgjedhje e tillë është një investim i vogël, por i rëndësishëm për shëndetin afatgjatë të trurit.